Protestat e iniciuara nga sektori civil pritet të zgjerohen edhe në disa qytete të tjera të vendit. Tani më është e dyta javë që po protestohet kundër vendimit të Gjorgj Ivanovit për faljen kolektive të politikanëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Pas Shkupit, Manastirit, Velesit, Strumicës, Shtipit, mbrëm protesta u mbajtën edhe në Kumanov, ndërkohë që për sot për herë të parë do të mbahen edhe në Prilep dhe Koçani. Me nismë të qytetarëve të gjitha përkatësive etnike të Gostivarit, Këshilli Nismëtar sot ka realizuar një preskonferencë në parkun e qytetit, nga ku edhe kanë informuar qytetarët për rrjedhën e protestës së nesërme, e cila pritet të mbahet të njëjtën ora 18. Sipas organizatorëve, protesta bëhet në shenjë revolte nga vendimi i presidentit Ivanov për faljen e kriminalëve, siç i quajtën organizatorët e protestës. Organizatorët e protestës kanë ftuar të gjithë qytetarët në protestë kundër këtij vendimi, ndërkohë që ftesë kanë drejtuar edhe deri tek partitë politike, duke kërkuar nga ata të veprojnë në drejtim të tërheqjes së vendimit të Ivanovit dhe prurje të drejtësisë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë në mënyrë të barabartë. Interesi për këtë protestë është i madh. Ai do të jetë e qetë dhe i ftojmë të gjithë qytetarët e Gostivarit të na shoqërojnë në këtë protestë, pa dallim përkatësie kombëtare, fetare apo pikpamje politike. Publikisht u bën ftesë partive politike. Në moment kur kanë nevojë, populli është me ta. Tash populli ka nevojë. Kërkesat tona janë tërheqja e vendimit të kryetarit për abolicion, barazia para ligjit dhe drejtësi për të gjithë. Protesta do të fillojnë nga gjykata themelore në orën 18 dhe do të marshojë drejt qendrës së qytetit. Kjo iniciativë të rrët bashkë të therasim. Mjaft heshtëm. Dosta më shohmë bukadar sustumu sjetër të qënavo trajba. Ndryshe dëmtimi përmendores as nomit në parkun e Gruas, fasade e Ministrisë së Kulturës dhe 2 veturave, janë regjistruar nga policia prej protestës së mbrëmshme. Nga Ministria për Punë të Brendshme informuan sot se dje në periudhën nga ora 18 deri në orën 21:35 minuta, në qendër të qytetit u mbajt një protestë organizuar nga shoqata jo formale Protestoj, që ka nisur para objektit të Prokurorisë Speciale Publike, ndërsa rreth orës 19:10 minuta është transferuar para Parlamentit të Republikës së Maqedonisë.